Në një vend të vogël si Shqipëria, ku historia është shkruar më shumë me gjak se sa me boj, arti i luftës nuk ka qenë thjesht strategji, por mbijetesë. Nga malet e thepisura deri te betejat kundër perandorive më të mëdha të botës, shqiptarët nuk kanë luftuar vetëm për fitore, por për identitet. Dhe ndoshta pyetja më e fortë është: a kemi ne ende sot një art lufte, apo e kemi harruar atë? Arti i luftës në Shqipëri, mes instinktit dhe strategjisë. Kur përmendet arti i luftës, shumica mendojnë për librin e famshëm të Sun Tzu, por në realitet, Shqipëria ka pasur një version të vetin, të pashkruar, të trashëguar brez pas brezi. Në dallim nga doktrinat klasike ushtarake, arti i luftës shqiptar nuk ka lindur në akademi apo libra, por në teren, në male, në fshatrat e izoluar dhe në kushte ekstreme mbijetese. Strategjia kryesore nuk ishte dominimi, por zgjuarësia. Elementet kryesore të këtij arti. Tereni si armë. Shqiptarët historikisht kanë përdorur malet si mburoj dhe avantazh strategjik. Goditje dhe tërheqje. Një formë primitive e luftës guerile, shumë kohë përpara se të bëhej koncept modern. Besa dhe besnikëria. Jo vetëm morale, por edhe strategjike, krijonte unitet të pathyeshëm në grup. Figura si Gjergj Kastrioti Skënderbeu janë shembulli më i pastër i këtij arti. Ai nuk fitoi sepse kishte ushtrinë më të madhe, por sepse kuptoi armikun më mirë se kushdo tjetër dhe përdori çdo dobësi të tij. Opinioni origjinal. Arti i luftës shqiptar është unik sepse nuk është ndërtuar mbi pushtim, por mbi rezistencë. Ndërsa shumë kombe kanë zhvilluar strategji për të zgjeruar territore, Shqipëria ka zhvilluar strategji për të mos u zhdukur. Por këtu lind një paradoks modern. Sot, kur luftërat nuk zhvillohen më vetëm me armë, por me ekonomi, informacion dhe ndikim, a jemi ende duke përdorur të njëjtin art të vjetër? Apo kemi mbetur duke luftuar betejat e së kaluarës në një botë që ka ndryshuar? Arti i luftës në kohët moderne. Nga pushkat e mendja. Nëse dikur lufta në Shqipëria bëhej në male me armë në dorë, sot ajo zhvillohet në mënyra shumë më të padukshme, por jo më pak të rrezikshme. Arti i luftës nuk është zhdukur, ai thjesht ka ndryshuar formë. Sot nuk bëhet fjalë vetëm për territor fizik. Betejat zhvillohen në ekonomi, politik, media dhe mbi të gjitha në mendjen e njerëzve. Në këtë kontekst, idetë e Sun Tzu bëhen edhe më aktuale. Fitoria më e madhe është ajo që arrihet pa luftë. Dhe ironikisht, kjo është pikërisht fusha ku shqiptarët duket se janë më pak të përgatitur. Nga rezistenca te manipulimi. Historikisht, shqiptarët kanë qenë mjeshtër të rezistencës. Por në botën moderne, nuk fiton ai që reziston më fort, fiton ai që kontrollon narrativën. Këtu lind një problem i madh. Shqipëria ende mendon si një vend që duhet të mbrohet, ndërkohë që bota funksionon si një lojë influence. Në vend që të krijojmë strategji afatgjata, shpesh reagojmë emocionalisht. Në vend që të ndërtojmë fuqi të butë, soft power, mbetemi të fokusuar te konfliktet e vogla të brendshme. Në vend që të bashkohemi për qëllime të mëdha, shpesh përçahemi për interesat të momentit. Lufta e re, informacioni. Në epokën digjitale, arma më e fortë nuk është më pushka, por informacioni. Një lajm i rrem mund të destabilizojë një shoqëri më shpejt se një ushtri. Një narrativ e gabuar mund të ndryshojë mënyrën si një kombe sheh veten. Dhe këtu vjen një pyetje e fortë. Apo e përdor Shqipëria këtë art të ri lufte, apo po e pëson? Opinioni origjinal. Shqiptarët kanë një ide historike të mbijetesës, por jo domosdoshmërisht të dominimit në botën moderne. Kjo nuk është dobësi, është një fazë që duhet të i kaluar. Nëse Gjergj Kastrioti Skënderbeu do të jetonte sot, ai nuk do të luftonte vetëm në fushë betejë, por në diplomaci, në ekonomi dhe në media. Ai do të kuptonte që armiku nuk është gjithmonë i dukshëm. Në fund, arti i luftës në Shqipëri nuk ka vdekur. Ai është në tranzicion. Pyetja është, a do ta përshtatim apo do të mbetemi pas? Arti i luftës në jetën personale. Si të fitosh pa luftuar. Në fund të fundit, arti i luftës nuk është vetëm për shtete apo figura si Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ai është për çdo individ, sepse sot beteja më e madhe nuk zhvillohet jashtë,
por brenda vetes dhe në përditshmëri. Në frymën e Sun Tzu, betejë më e zgjuar është ajo që shmanget, por fitohet. Njih armikun, por fillo nga vetja. Shumë njerëz mendojnë se armiku është dikush tjetër, konkurenca, shoqëria apo rrethanat. Por shpesh armiku më i madh është frika, mungesa e disiplinës, impulsiviteti. Nëse nuk kontrollon veten, nuk mund të kontrollosh asnjë situatë. Kjo është forma më moderne e luftës, vetkontrolli. 2. Mos lufto çdo betejë. Një nga gabimet më të mëdha që bëjmë sot është reagimi ndaj çdo gjëje. Çdo koment, çdo provokim, çdo konflikt i vogël. Por arti i vërtet është të zgjedhësh betejat. Jo çdo luftë ia vlen të fitohet. Nganjëherë, tërheqja nuk është dobësi, është strategji. 3. Përdor inteligjencën, jo forcën. Në jetën moderne, nuk fiton ai që bërtet më fort, por ai që mendon më qartë. Qoftë në punë, biznes apo marrëdhënie, strategjia është gjithçka. Ku të investosh energjinë, kur të flasësh dhe kur të heshtësh. Si të ndikosh pa imponuar. Kjo është lufta e re, lufta e mendjes. 4. Ndërto aleanca, jo armiq. Në të kaluarën, mbijetesa varej nga grupi. Edhe sot është e njëjta gjë, vetëm se në një formë tjetër. Njerëzit që dinë të bashkëpunojnë, arrin më shumë, përballojnë më lehtë sfidat, krijojnë ndikim afatgjat. Izolimi është humbje në heshtje. Opinioni final. Shqiptarët historikisht kanë qenë luftëtar të fortë, por sfida sot nuk është të jesh i fortë, është të jesh i zgjuar. Arti i luftës në 2026 nuk kërkon armë, kërkon qartësi mendimi, disiplinë dhe strategji personale. Në një botë ku të gjithë reagojnë, fiton ai që mendon. Mesazhi kryesor. Ti nuk ke nevojë të luftosh më shumë, ke nevojë të luftosh më mirë.